Misioni Artemis 2, një nga më të rëndësishmet në historinë e eksplorimit hapësinor, ka shënuar rikthimin e ekipazhit të tij pas fluturimit të rrethënës. 4 astronautë në bordin e anijes Orion kanë përjetuar një nga udhëtimet e jashtëzakonshme duke realizuar eksperimente dhe analiza të rëndësishme shkencore gjatë rrugës. Ata arritën mbi 400.000 kilometra larg Tokës, një distancë më e madhe se çdo mision njerëzor më parë, duke vendosur një rekord të ri për eksplorimin hapësinor. Gjatë udhëtimit ekipazhi përjetoi momente izolimi totale duke humbur kontaktin me Tokën për periudha të caktuara, por e konsideron punën shkencore si prioritetin kryesor. Ania Orion pritet të përballet me fazën më kritike të misionit gjatë rikthimit në atmosferë, ku do të kalojë me shpejtësi të lartë për të finalizuar uljen e sigurt në Oqeanin Paqësor pranë San Diegos. Ekspertët e NASA theksuan se ky test është vendimtar për teknologjinë që do të përdoren në misionet e ardhshme drejt Hënës dhe Marsit, duke përfshirë sistemet e rikuperimit dhe mbrojtjen e ekipazhit gjatë kthimit nga hapësira. Astronautët shprehen të entuziazmuar për fotografi dhe histori që do të ndajnë në botën, ndërsa ky mision do të shërbejë si pikë referimi për çdo udhëtim të ardhshëm njerëzor jashtë orbitës së Tokës.